Opozita duket se ka filluar planet për formimin e një qeverie pa partinë fituese lëvizjen vetëvendosje, e kjo u konfirmua ditë më parë nga nënkryetari i LDK-s Lutfi Hasiri, i cili u shpreh se gjatë javëve të fundit nuk ka pasur asnjë bisedë mes LDK-s dhe lëvizjes vetëvendosje, por ka thënë se kryetari Apligjiku ka pasur takime dhe iniciativa me partitë opozitare, duke përmendur biseda me Betri Hamzën, Memnik Krasniqin dhe Ramush Haradinaj. Asnjëherë nuk ka biseduar me vetëvendosjen këto javët e fundit. Ka iniciativë me partitë politike të tjera që vijnë nga opozita. Ajo iniciativë ka shkaktuar takime me Hamzën, Memnik Krasniqin, Ramush Haradinajn, tha Hasiri. Ai shtoi se LDK është e interesuar për të udhëhequr qeverinë. E në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Bota Sot foli profesori Enver Bytyqi. Si fillim ai tha se formimi i qeverisë së re u vonua për shkak të KQS-s dhe intrigave të opozitës për ta zvarritur procesin. Sa i përket takimit të liderëve opozitare, ai beson se kjo gjë është urdhëruar nga dikush. Duket se formimi i qeverisë së re të Kosovës është tashmë e vonuar. Për këtë ka pjesën e tij Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili për mua nuk e menaxhoi si duhet procesin zgjedhor. Ky komision ka punuar më dobët se çdo komisioni më parshëm. U zvarrit shumë numërimi dhe këtë nuk e meritonte Kosova në këto kohë të vështira. Sikur të mos mjaftonte kjo, tani formimin e qeverisë po e pengon dhe zvarrit intriga politike. Opozita e Kosovës është e përqarë, në kushtet që ajo ndodhet nuk ka për të krijuar asnjë lloj qeverie. Konsultimet midis Lumir Apligjikut, Betri Hamzës dhe Ramush Haradinajt janë ndëruar në dikush, por ato nuk funksionojnë dhe nuk çojnë në krijimin e një qeverie me opozitarët. Morali politik nuk e pranojnë që një koalicion tripartijak i opozitës të formojë një qeveri, edhe pse këto tre parti kanë afërsisht po aq vende në parlament sa edhe partia fituese e vetëvendosjes. Madje nëse kemi parasysh se 3 deputetët e nismës janë anën e partisë fituese të Albin Kurtit, atëherë del se fituesit kanë njëse 2 deputet më shumë se të 3 partitë opozitare në përpjekje për krijimin e qeverisë së re. Krahas kësaj, Bytyqi u shpreh se pas kësaj aventure fshihen Rama dhe Vučić, të cilët njihen për urrëjtjen që kanë ndaj Kurtit. Po kush mund të jetë pas kësaj aventure? Unë besoj se pas këtyre përpjekjeve që ndron Edi Rama dhe Aleksandar Vučić, të dy këta janë akmarrës të pashembull, një lider me ego të sëmurë deri në psikopati. Ata e urrejnë faktin që Albin Kurti dhe qeveria e tij ka përballuar me sukses të gjitha provokimet dhe presionet e 2 liderëve autokratë të Ballkanit. Ne kemi parë sidomos që samiteve të Open Balkan se Edi Rama ka qenë më radikal në kritikat e akuzat e presionet kundër zotit Kurti se sa Aleksandar Vučić. Dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht, por duhej që bota ta besonte se në raportet e këqija të Kosovës me Serbinë fajtore të shpallej Kosova. Po të shfaqej arrogant presidenti i Serbisë, atëherë nuk ka rrejë qëllimi Beogradit për ta paraqitur Albin Kurtin si nacionalist të problemin e rajonit. Duhej që akuzat e Beogradit i bënte kryeministri i Shqipërisë që të krijohej ky imazh i keq për Kosovën dhe të rehabilitohej Serbia, potencoi profesori. Megjithatë, ai konsideroi se Kurti ka përballuar mirë përpjekjet e Ramës dhe Beogradit për ta dëmtuar Kosovën. Për këtë besojnë që duan ta sfidojnë me formimin e qeverisë nga opozita, ku me këtë rast përmendin dhe lidhjet e Ramës me PDK-n. Mirë po, kryeministri Kurti në shumicën e rasteve i sfidoi këtë përpjekje për ta lënduar shtetin e Kosovës, prandaj dhe Rama e Vučić më kjafarin atij këtë rezistencë, duan të sfidojnë me krijimin e një qeverie të opozitës. Nuk ka për të funksionuar, thjesht po zvarritet formimi i qeverisë dhe kjo është një gjë e keqe për Kosovën. Megjithatë, në këtë lojë politike Edi Rama është plotësisht aktiv. Për ta mënjanuar Albin Kurtin nga pushteti, i përdor klanin Pronto të PDK-s, klan me të cilin mban lidhje shumë të ngushta. Nuk po përmend emra sepse ata që mbështesin dhe mbështeten te Edi Rama e që janë në PDK tregojnë vetë në çdo deklaratë që bëjnë. Më tej Rama shfrytëzon ambicjet e Ramush Haradinajt për pushtet dhe nxit atë të luftojë me mjete radikale kundër kryeministrit të Kosovës. E pam këtë me zë me figurë dhe në mbledhjen e përbashkët të 2 parlamenteve para disa muajsh. Dhe së fundmi kryeministri i Shqipërisë ka aktivizuar devollët që të tërheqin Lumir Apligjikun në mbështetje të planit të tij për mënjanimin e Kurtit nga pushteti. Tutje profesori foli për intrigat djallëzore të politikës, ku vazhdoi me kritikat në trajtim të kryeministrit të Shqipërisë dhe qasjes së tij ndaj Kosovës. Janë fije që luhen me intriga djallëzore në errësirën e politikës në linjën Tiranë-Prishtinë, e që në fakt burimin e kanë në Beograd. Kanë nga ata që besojnë se janë europianët dhe amerikanët ata që ndërhyjnë këto manovra politike provincialesh në të Ballkanin tonë. Por askush nuk ka kohë të merret me atë se kush e krijon qeverinë e re në Kosovë.
Ata që e kanë këtë kohë të mjaftueshme për të tilla intriga dhe kurthe janë politikanët anti-Kosovë të Ballkanit që përveç se në Serbi, gjenden në Kosovë edhe në Shqipëri. Në Kosovë, shqiptarët dhe politikanët atetar duhet të dinë se kur kryeministri i Shqipërisë është pikërisht në atë moment po thur fijet politike të kurthit të tij kundër Kosovës. E di se ka prej atyre që thonë se këto janë të pavërteta, por sentimenti kryeministrit të Shqipërisë dhe mendja e tij punojnë në llogarinë politike të Aleksandar Vučić. Duhet ditur se ai është peng i Beogradit, i komprometuar jo vetëm politikisht, por në shumë forma të tjera, dhe kush pret diçka ndryshe nga sa tham, gabohet, shpjegoi ai. Në fund Vučić shtoi se qeveria do krijohet nga partia fituese ku në këtë pikë propozoi LDK-s që të hyjë në koalicion me vetëvendosjen pasi një qeveri e tillë do i bënte ballë sfidave që e presin Kosovën. Kur qeveria e re do të krijohet nga fituesit, është mirë që Lidhja Demokratike e Kosovës, siç thoshte Anton Gjuni, të dëshmojë përgjegjësi politike e patriotike dhe të votojë hyrje në koalicion me zotin Kurti. Vetë Albin Kurti duhet ta marrë shumë seriozisht këtë opcion, sepse rrugovistët e ai kanë në qeveri si tashmë prej 5 vitesh. E kam fjalën për deputetët e listës Guxo, por nuk do jetë keq që qeveria të krijohet nga politikanët e pastër të vetëvendosjes, LDK-s dhe PDK-s. Një qeveri me bazë të gjerë do të kishte më shumë përgjegjësi dhe mundësi për të përballuar sfidat e mëdha dhe të vështira të kohëve tona, përfundoi Enver Bytyqi.